Termocentrali B1 mund të pushojë së funksionuari nga 7 deri me 18 nëntor në mënyrë që të punohet në projektin e kogjenerimit të termokosit, i cili do të mundësojë që të ulen shpenzimet e energjisë elektrike, pasi avulli i krijuar nga ky termocentral të përdoret si energji termike. Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpenda Meti, bëri të ditur të mërkurën se ai e ka dërguar kërkesën te qeveria e Kosovës për ndaljen e punës së këtij termocentrali për disa ditë. Ndërsa unë sot para një ore kam dërguar letër tek qeveria ku kam kërku që zyrtarisht të ndalim benishin prej 7 nëntorit deri me 18 nëntor, për shkak se po mendojmë që përfitimet që do t'ishin nga lidhja e kogjenerimit si vjet, do t'ishte shumë më e madhe se sa kostoja që do të kishim paguajmë për mazut dhe posaçërisht për ngrohjen e qytetit. Projekti i kogjenerimit do të kushtojë 30 milion euro, të cilat sipas Ahmetit janë dhënë nga donatorë të ndryshëm të huaj, qeveria e Kosovës dhe nga vetë komuna.